Live from Tirana në Top Albania Radio. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë dhe siç ju lajmëruam në krye të herës, tashmë me ne në studio është Armela Hyseni, mirë se vjen në programin dashur. Si je ti? Mirë, shoqër. Si ka qenë kjo periudhë për ty? Kjo periudha ka qenë pak e smur këtë periudhë. Se kanë qenë virozat, po pjesa tjetër super mirë, shumë mirë. Unë sot jam me një dhimbje të tmerrshme dhe mballe, edhe kjo sa për të thënë publiku se shpesh herë ka komente kështu të tipit që po mos se ju e keni në Terezi. Po një nga gjërat kur ti se ke në Terezi është kur të vlon koka nga dhimbja, edhe kjo nuk ka rëndësi sepse ti duhet të dalësh, të qeshësh edhe të bësh punën tënde. Shiko, gjëja që kam vuajtur më shumë për shkak të smundjes, pa çka dhimbjes fizike etj. Është sepse kam pasur shumë intervista. Po, ky efekti post Big Brother. Po, edhe për shkak të sikletit që kisha, nuk dija ku t'ja prishja dhe ku t'ja ndrejsha, dhe si t'i regoja që shiko se jam smur edhe nuk... Jam vërtet smur. Armela, rikthehesh në skenë, rikthehesh publikun, pra në skenën mediatike, pa flasim, pas sa vitesh kishe bërë Big Brother tje? Po, më duket 8-9 vite. 8-9 vite. Shumë fare. Si vijoi jeta jote pas Big Brotherit të dikurshëm me njerëz të thjesht çfarë ndodhi me jetën tënde se nuk të kishin parë, pra nuk ishe në fokusin e dritave të skenës. Është pak fani, di pse? Se është pak ironi e fatit. Se herën e parë që kam ndëitur më shumë brenda, kur dola jashtë dhe kisha një boom intervistash, po i kisha gjithkohës pa ndalim. Nuk kisha gati, edhe i prishja qefin gazetarëve duke thënë nuk vi dot, ndroja numrin. Dhe tani kam ndëitur më pak, tani akoma më shumë më thrasin, ëh. Po, se është efekti më i madh i Big Brotherit. Po, absolutisht. Po thjesht nuk e shijova atëherë kur duhej, që dhe meritoja mbasi i çik më shumë. Si vijoi jeta jote? Bëra një jetë normale, thjesht nuk kisha... Jetoje në Tiranë? Midis Tiranës edhe Italisë, po. Por thjesht nuk doja të kisha vëmendje aq të madhe. Nuk doja të vëmendje. Po në Itali, në cilin vend jetoja? Novara. Novara për ata që nuk e dinë, është midis Milanos dhe Torinës, dhe është qytet. Po, unë e di. Qyteti i Gorgonzolës. Ti me çfarë merresh atje? Atje më shumë jam kujdes për familjen, se si kam pasur mirë me shëndet, po që kam punuar dhe UGC. Do të thënë, vetën time e mbaja mirë. Me ato tekat e mia, po e mbaja mirë gjithsesi. Ja dilja. Pse doje ti të riktheheshe në fokusin mediatik? Pse doje ti të riktheheshe në Big Brother? Se e meritoj këtë vëmendje mediatike, më shkon shumë televizioni, edhe paçka se un kam qenë dhe jam pak njerëz mbrapsur nga natyra, rrethi im i ngushtë dhe jo vetëm, dhe njerëzit që janë adapt për televizion, më thon gjithmonë që të shkon shumë edhe ke bërë shumë gabim që e ke lënë pas dore. Dhe fakti që erdhi tani në momentin e duhur timin, po e shijoj akoma dhe më shumë. Këto vite për ty kanë qenë të bukura, të bekuara? Të bukura, mix, kanë qenë vitet e përgjegjësisë, të rritjes së njeriu tim, kam marrë eksperiencë mbi shumë gjëra, jam rritur shumë psikologjikisht, shpirtërisht, më shtrashur lëkura kur i thon. Kanë qenë vitet të bukura, tani që kanë kaluar ky stresi më i madh, mund të them që janë vite të bukura. Ndërkohë që i kam përjetuar pastaj ka qenë tjetër muhabet. E në Big Brother, pse mendon që shqiptarët donin disa njerëz të tjerë brenda shtëpisë edhe jo ty? Po jo të gjithë shqiptarët arrin ta lexojnë lojën e tjetrit, mbasi mund të jem dukur pak antipatike, nga që i shkoja. Shqiptarët e kanë zakon që po t'jesh më i drejt për drejt se dikush tjetër, ti antipatikun atë mes. Të se ti thua të vërtetën, po e vërteta nuk është e bukur edhe nuk i pëlqen ta dëgjojnë kështu. Mbase për këtë arsye, nuk e di. Nuk mund të flas në emër gjithë shqiptarëve, absolutisht. Të them që i kam lexuar pak komentet kur kam dalë, jo. Nuk i kam lexuar, mesazhet që më vijnë përgjithsisht janë mesazhe pozitive, komente të bukura dhe shumë motivuese, kështu që nuk mund të them diçka specifike se pse apo E tashmë çfarë ke në plan të bësh që mbaroj dhe Big Brother jot,
intervistat. Tani nuk kam ndërmend që t'i ndajmë televizionit një herë, po shikoj për diçka të qëndrueshme dash zoti, shpresoj të jem adapte për diçka të tillë. Kështu po, këto janë Çfarë planet. konkretisht? Do të jesh pjesë e një paneli, do të jesh pjesë e një spektakli tjetër? Në çfarë forme dëshiron ti të adaptohesh në ekran? Se e kam folur jo shumë larg, ideja është që është ti puna e atij këngëtarit që shkon tek ai mentori jot i kantos. Ti nuk mund të thuash unë dua të bëj muzikë rock edhe ta kesh zërin për Airbnb, ku diun Airbnb e thash, po bëra meme për R&B. Nuk mund ta kesh zërin e tillë dhe të bësh diçka tjetër. Prandaj thash edhe për pjesën e televizionit, unë dua të kem disa dalje televizive dhe pastaj të më tregojnë se ku më shikojnë mua pak më të përshtatshme, ku e gjej unë veten më shumë, ku ngjyrat e mia rrezatojnë akoma më bukur. Kjo është ideja. Që duke parë, duke bërë, nuk dua që të futem diku që nuk më shkon fare, nuk ndjem as unë. Ka diçka për të cilën të kanë mërzitur komentuesit shqiptar në rrjet? Shika, unë nuk mërzitem lehtë. Unë mund të prekem vetëm nëse më mërzisin familjen. Por mua vet nuk më shqetësojnë fare. Thjesht më vjen ndonjëherë për të qeshur dhe për të qarë në thojza për ignorancën e disave. Dhe më vjen keq unë kam ngritur zërin për shumë kauza, për këtë popull shqiptar që është Në lidhje me çfarë ke konkretisht? Me çfarë kam Domethënë ku e ke parë më shumë të ignorancën në rrjet? Për pjesën ofendiveve, fyerjeve, fillojnë një po ngjyra lëkurës, pastaj thon një gjë tjetër, pastaj një gjë tjetër dhe asgjë nuk lidhet me çfarë thonë ata. Është thjesht ignorancë, edhe nuk po mërzisin dot, kaq. Është patjetër super ignorancë edhe më vjen mirë që i merr me kaq sportivitet. Më vjen mirë që nuk bën këtë të ftuarën sikur kjo gjëja nuk ekziston në rrjet, pra sikur njerëzit nuk e ekziston dhe është në masë shumë të madhe. Domethënë njerëzit nuk e dinë, po unë në Instagram kam një hidden words list, dhe kam një listë me fjalë që Instagrami na lejon që t'i ndalojmë komentet e tilla, dhe lista është shumë e gjatë. Sepse unë nuk dua që ta mbush Instagramin tim me komente fyerse. Domethënë, është okay nëse ti jep një mendim tëndin, bën një koment tëndin, sepse unë tashmë jam personazh publik dhe do i toleroj, do t'i lejoj, do i pranoj deri diku. Por jo fyese. Fyese nuk absolutisht, komentet fyese në Instagramin tim nuk ka shanse të ekzistojnë. Ke diçka për të thënë sot të gjithë këtyre? Të rriten dhe të piqen, që mund t'i them tjetër. Bota është më e bukur momentin që ti ndan komente, mesazhe pak më pozitive, që në mëngjes po të shohësh dhe të bësh një koment bukur. Pse nuk e ngritë si kaos pse nuk e ngritë si kaos të brenda shtëpisë Big Brother? Mendoj që do ishte një nga kauzat më të forta. E di, kauza ime do ishte diçka tjetër, faktikisht. Për të folur mbi këtë kaos nuk është se më erdhi momenti. Një pjesë që ndodhi që Ina ofendoi Brikenën, në mos gaboj. Aty bëra një deklaratë publike, po të kisha qenë aty mund ta mbroja si kaos, po duke qenë se isha jashtë, ai sa kisha në dorë bëra. Qëndrojmë tu, e elaborojmë dhe pak se përpos pyetjeve pse dole, pse s'dole, kush fiton Big Brother, mendoj që kanë shumë rëndësi mesazhet që të gjithë ne përcjellim në ato hapësimet etike sa na jepet. Shkojmë në reklama dhe rikthehemi shpejt pa muzikë Wizi, se kemi shumë për të elaboruar sot me Armelën edhe Wizi mezi po pret të dëgjoj. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Armela tashmë po shijon kapuçinën e saj, by Lori Cafe. Yes. Edhe po të pëlqen mi? Shumë fare. Ta ka bërë Wizi me duart e veta. Wizi ma ka qarë. Kisha provuar kapuçino kaq të mirë në shumë kohë. Wizi se po të bërë një zemër, po ti nuk e pe. Edhe u shef zemra se ne jemi millennials. Dëgjoj, jo për të bërë gazetarin, thash, mesazhet kanë shumë rëndësi edhe flasim edhe pak për pjesën e paragjykimeve. Ke diçka tjetër për shtuar? Se e lam tek ajo, tek komenti i Inës ndaj Brikenës, më thoje, që kishte reaguar jashtë. Po, diçka që e kam thënë dhe i mësoj shumë kësaj është që fyerjet racore apo dhe mbi fen janë totalisht shumë të papranueshme në televizion, në kombëtar dhe të dënueshme. Domethënë ti si person nga një moment kryqëzohesh, si bullizues edhe jo vetëm kaq. Dhe
thënë kjo nuk do me thënë që vetëm televizion kombëtar. Patjetër. As në Kudo janë të rrugë dënueshme, rëndomt nuk mund të përdoren në këtë mas që i përdoren shqiptarët. Shqiptarët nuk e kuptojnë që një ndër arsyet sepse njerëzit nuk i pranojnë shumë si popull jashtë është pikërisht për shkak të tyre bullizimeve që bëjnë këta. Apo racizmit, po. Po. Domethënë po të shkosh në Europë e ke plot në lloj e soj racash. Ndërkohë, po. Shqiptarët i duan më pak nga një anë, pse vetëm për shkak të bullizimeve që bëjnë. Ama, është një budallik me brirë që kur nuk e kanë kuptuar pse duhet të paragjykohen dhe pse njerëz të tillë duhet ta kenë kompleks, hey, nuk ka asgjë. Çfarë bën ti 3 muajt e verës, Roni? Vuaj të nxihem, po nuk nxihem dot se kam një lëkurë shumë të shpifur të bardhë që më tregon çdo defekt. Ti nuk e ke problem që unë të jemi sinqert me ty. Absolutisht. Ndërkohë, origjina jote cila është? Shiko, unë më origjinë të largët, së më njën të përqesh kur e them. Po unë më origjinë të largët nga ana e babit, ne jemi nga Korfuzi. Dhe po ti shikosh një pjesë të familjes time, hallat e mia janë të bardha si bora, me sytë blu dhe jeshil, bjond, gjyshja ime po ashtu, tezja ime po ashtu. Thjesht qëllon që unë e kam të tillë. Unë mendoj që ti të ka bekuar zoti. Mua më ka bekuar zoti absolutisht. E ka pasi çik pushimat e ditë. Si thotë Brekena shokolet, kështu që ti je një shokolet e mirë nga jashtë, po edhe nga brenda kjo, jo në kuptimin seksual, por në aspekt njerëzor, ose e jep energjinë e mirë, kam dëgjuar ai është fjalë të mira nga njerëz që të njohin më në brendësi për ty. Nuk e din njerëzit në televizion këtë pjesë, po unë jam me vërtet super njerëz social, popullor, edhe mundohem gjithmonë që dikush që nuk e shikon të mirën tek vetja, unë t'ja vëj në dukje, edhe ta lexoj, ta shikoj veten në këtë lloj mënyre vazhdimisht. Qartë. Ndërkohë, ke bërë një reagim shumë të fortë në rrjetet sociale për Brikenën, duke publikuar disa video të saj në që ajo kishte postuar kohë më parë në TikTok dhe ti i rikthen në Insta Story, duke e krahasuar me një personazh siç është Serena Sula. Shiko, duke parë ato video, më erdhi shumë natyrshëm që ta bëja këtë paragonin me Serenën. Edhe fun fact, Serena kur ka parë atë story, se do ja ke dërguar si duket, i kishte bër like. Vërtet? Kishte pëlqyer. I kishte pëlqyer. Dhe Serena vetë ishte dakord. Po pse mendon që Brekena të shkuarën është si Serena? Shika, nuk është se dua ta ofendoj Brekenën. Thjesht më vjen keq për faktin që i mshon kësaj. Jo, po unë s'kam pasur kur marrëdhënie. Pse mundohesh ta ndryshosh mentalitetin e shqiptarëve? Të sillesh si dikush që nuk je. Ajo shumë e saktë ndjes. Ajo shumë e saktë në arsyet time në çdo gjë që thot. Nuk e kuptoj pse duhet bëj deklarata të tilla dhe e forta është që fansat e saj mua më duket sikur e kanë suportuar që në fillim për shkak të këtyre deklaratave dhe jo për lojën që bën, sepse themi atë që është lojë nuk është se ka. E dëgjova deklaratën të mërshme që kishte bërë këtë 24 orë fundit, kishte thënë që unë nuk e prish martesën për një shpull. Pra mundohemi sa dush ne të japim mesazhe kundra dhunës e të gjitha me radhë, pra Brekena dele thotë që unë nuk e prish martesën për një shpull. Domethënë nis nga shpulla. Pse e bën kaq shumë patriarkale? Pastaj burri të vret, e kupton? Domethënë deri pak më parë tek deklarata në thonjza që kisha bërë për Brekenën, ishim tek mentaliteti që po mundohet të ndryshoj, që babai vriste vajzën në rast se nuk e kishte të virgjër për ta çuar tek krushit. Dhe tani kaluam te kjo gjëja tjetër që unë nuk e lë burrin. Po jo, pra, nuk të duken ajo pak. Ajo thot gjëra që duan ti dëgjojnë shqiptarët në mas. Pa nuk të duan pak asinkron këto deklarata lidhur me pa dashur bëj paragjykosën po me pamjen Brekenës, një vajzë e lirë që ka bredhur botën, që ka përfaqësuar miset, kjo është arsyeja pse unë atakoj deri diku. Për këtë gjë, sepse më vjen keq që do t'i mshoj diçkaje që nuk i qëndron me figurën e saj, pa dashur që ta paragjykoj Brekenën. Thjesht mundohet të japësh
mesazhe pak më të mira, do me thënë duaj më shumë veten në momentin që ti ndihesh e atakuar, jo vetëm fizikisht, po sidomos verbalisht, ti nga një moment duhet kuptosh që ka diçka që nuk shkon me bashkëshortin tënd, jeta nuk shtyhet, jeta jetohet. Dhuna nuk duhet toleruar në asnjë formë e nga askush, aq më tepër për të shpëtuar martesën. Po e kupton, jemi në 2026, në shqyr Zotit, shumica kanë ecur përpara me mentalitetin. Kanë akses për të jetuar, se dikur fatkeqësisht gratë kanë qenë të varura nga burri, ose babai nuk e vetëm tek pull. E kam njohur babin shumë vonë, e kam njohur babin 18 vjeç. Mami im që më ka rritur mua vetëm, çfarë të keqe bëri? Ka rritur një vajzë të përdalë pse ishte pa bashkëshortin? Absolutisht jo. Ka rritur një vajzë pa shkollë? Absolutisht jo. Ka rritur një vajzë që nuk ka elokuencë apo oratori? Ja ku jemi? Absolutisht jo. Nuk ka të bëj shumë je vetëm apo nuk je vetëm, sesa ka të bëj me dhënien e deklaratave për të dëgjuar. Një prind nëse është i mirë mjafton edhe për të dy. Më shumë fanbase apo pikërisht. Pastaj ekziston co-parenting. Mund të rrisësh fëmijën bashkë me bashkëshortin dhe pa pasur shumë probleme, mjafton që të kenë komunikime dhe të ndajnë kohën së bashku. Ti beson kësaj gjë se Mateon? Kush o përdor kë? Me thënë drejtën, të them atë që e flas me shoqet në kafe. Që ai e pëlqen dhe ajo e pëlqen, është e dukshme, por që të ketë diçka të vërtet, organike, që thuash ti dashuria e vërtet ngeli mes tyre të dyve, absolutisht jo. Plus që dhe deklaratat që ajo thot, të tipit, mua nuk më pëlqejnë më çunat me muskuj, por me bark. Nëse bën shaka, e bën dhe për inat Mateo, se ai ka shumë muskuj. Por ti të pëlqejnë këta me muskuj? Të them bodybuilder jo, po kështu si Mateo për shembull. Që mbajnë veten absolutisht po, tregon më shumë që ke respekt ndaj vetes tënde. Por po thoja për to deklaratat që thot, qofshin të vërteta apo jo, njëra pas tjetrës, mua më bën mendoj që ajo mund të ketë me të vërtetë dikë jashtë, edhe nuk doj që shumë e kanë aluduar këtë me Mateon. Shumë e kanë aluduar që mund të ketë dikë jashtë, edhe për këtë arsye. Por zakonisht thonë edhe këtë që ku ka zë nuk është pa gjë. Mbase ndodh ndonjëherë që edhe është pa gjë, jo gjithmonë ku ka zë. Shpresoj shumë që ta ketë gjetur dashurinë e vërtetë, jo vetëm ajo, po të gjitha vajzat. Jemi shumë pro dashuria shumë e bukur. Është e bukur. Çfarë do thoja? Po më hoton Uizi, më flet gjithë kohës, në kufje më bën komplimenta për të. Ma lër çundin more. Imagjino titull. Mos e mi bën pastaj komplimente. Është gentil Uizi. Shiko, se më punojnë dhe kufjet e mia. Mund t'i bësh edhe vetë. Flirtime live në program mes Armelës dhe Uizi DJ. Por unë do pi kafe në tim. Po, pi kafe, shkojmë në reklama, nëse ka ende dhe tjera komplimenta, ju a them unë pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Lamë, pse qeshmi? Çfarë? Se të fyta fix para 2 sekondash. Kur jepet, kafja nuk ka goditur akoma. O zoti madh, jemi live në Top Radio në çdo step të Shqipërisë. Jemi live dhe në kanalin numër 10 në digital dhe menjëherë pas përfundimit mund ta rigjeni të plot intervistën në kanalin ton zyrtar në YouTube dhe highlights në rrjetet tona sociale. Armela, do dali kjo bukurosha aty ato reels sa. Çfarë bëhet me zemrën tënde këtë periudhë? Zemra ime ka pushim. Po pse e keme buton ti? Jo, tash e ka pushim me dhe nuk është se ka diçka. Ke dashuruar ndonjëherë fort në jetë? Po. Dhe është shumë e bukur, është shumë e frikshme, po dhe shumë e bukur. Qëndron shumë ajo shpreha që ta Ledioni e negaluar. Dashuri që të mësonte shumë mbi dashurinë, edhe të para përgatit për diçka akoma dhe më të madhe dhe finale mbase. Sa vite zjati? 4. Pse përfundoi? Pse përfundoi? Thjesht nuk ishim në të njëjtën faqe të librit. Unë isha pak më para fundit librit, ndërsa djali ishte çik më këtej, çik më afër.
Që do me Të mungon? Jo, nuk më mungon të vërtetën. Se për aq kohë sa ishim e kam shijuar. Po s'të merr malli Dhe i ndonjëherë? kam marr deri diku më të mirën. Nuk më merr malli për ish partnerin, më merr malli të dashuroj në atë mënyrë, se dashuria është shumë e bukur. Është. Sidomos kur është e barabartë nga të dyja anët, është akoma dhe më e bukur, e shijon dhe më shumë. Këto po më thoshte edhe Uizi dje, se po flisim për dashurinë si koncept dhe ai mendonte edhe kështu si ty. Tani do të fuset të vles. Edhe Uizi kështu më thoshte që dashuria është shumë e bukur. Është super e bukur, dorëse e them unë dhe Uizi. Është prej Çfarë kësaj. shenjë ti? Do të disha jemi kështu compatible. Peshore. Peshore. Po ti Uizi? O binjak është Uizi. O bobo. Pse? Me binjak nuk merrem më. Pse? Jo, e kam prerë me binjakët. Ka thyrë zemrën? Jo se më kanë thyrë zemrën, po kjo lidhja 4 vjeçare që kisha ishte me një binjak. Aha. Edhe kam kuptuar që me binjakët nuk finalizohet. Ato nuk e di ti. Nuk kam kohë për të humbur më Ndoshta me fati binjak. jot mund të jetë destinuar që të merresh sërish në binjak. Por mund të jetë edhe Dash ose Luan, nuk e dihet kurrë. Kështu që Base. se më kanë thënë që shkoj shumë me Dash dhe Dash jam me unë. Luan. Me vërtet? Po dhe unë e kam lënë pushim këtë periudhë. Shiko dhe Po, ti. po. E kam lënë aty të rimarr veten. Është shenjë e bukur Dash, unë Dash Shumë. kam mamin. Është realisht shenjë shumë e bukur. Është po. Po ju jeni pak të keqit të vetës. Një çik bipolar ne. Jeni dhe po jeni pak të keqit të vetës, në kuptimin që mendem bëni shumë, shumë për tjerët, edhe pastaj e vuani kur nuk merrni të njëjtën gjë mbrapsht, sepse jo të gjithë janë si ju. Mbase sekreti është të mos presësh. Mos presësh dhe mos bësh mbi të në gjitha. mënyrë rigoroze për të tjerët. Armela, cili ka qenë momenti jot më i vështirë në jetë, ku e ke gjetur vetëm për tokë, ku e ke gjetur vetëm të rënuar, ku ke menduar që nuk do kishte më të nesërme, ku ke menduar që ishte fundi, dhe prap u ringrite. Nëse dëshiron të flasësh gjithmonë. Do mundohem ta them shumë ftohtë që mos i futem thellit, si thonë shqiptarët e Kosovës, sepse do preken pastaj. Momenti kur kemi marrë vesh që mami është e smur. Ajo ka qenë fundi im. Ka qenë gjëja që unë i friksohesha më shumë, që të më smurej ndonjëherë mamin me një smundje të rëndë. Të thoja këtë kam, nuk kam tjetër. Shiko se unë qaj zakonisht të radio. Por po, kjo ka qenë më e keqja, do me thënë, se duhet bësh efort për njeriun tjetër. Next. Jesh me lidhur? Shumë fare. Ekstreme. Tani me ato po flas. Se më shkru një qik kur... Është shumë bukur kur njerëzit qajnë, pavarësisht situatës, kjo tregon që jetojnë, kjo tregon që nuk janë robot, kjo tregon që si thjesht nuk janë frimor, e shumë bukur që qajnë për prindrit, për mamin. Kam pik dobët edhe pik të fortë gjithashtu. Do të thënë, shumë herë nuk kam dashur të bëj gjëra, se nuk e kam gjetë veten gati, thoja nuk jam adapte për ta bërë x gjë, dhe gjithmonë më ka shtyr mami, ose edhe kur kam menduar që mbase jam adapte, po nuk jam in the mood për ta bërë atë gjë, thoja, po e bëj se do i bëhet qefi mamit. Si të thret ajo për këtë deli? Mami është natyrë pak e ftohtë dhe nuk është shumë e këtyre fjalëve, sa është e veprave. Në fakt shu janë përgjithsisht prindrit e brezit tanë. Pra e tregon të shumë me vërtet, vepra po, dhe po. këtë ngurtësi na kanë dhënë neve në fakt që do jepim jetën për ta, po sikur ka një ngërç aty që nuk e shprehim dot. E ke vëre? Po, është e vërtet. Po nuk është se më thret me një emër specifik. Më thret gjithmonë Mela, shkurt. Por, po dëgjova që më thirrri Armela. A ka diçka se një shap do të vi kokës. Do të gjej vend e futu. Një shap që rrotullohet. Vjem shumë siklet mami çka ka bër. Se unë për mamin tim kam një respekt aq të madh dhe
aq në limite, aq ekstrem, saqë mund të them dhe që mbase kam frikë, mund ta barazosh dhe me këtë lloj ndjesie. Është autoritare, po thua. Është super autoritare. Edhe autoriteti i saj të jep të bën këtë gjë që ta respektosh. Po, dhe për shkak të marrëdhënies dhe se nga çfarë ka kaluar mami në jetë për të mritur mua, kështu që normalisht e meriton gjithë atë respekt që ka. Si e vizualizon të ardhmen tënde? Mendon shpesh herë kur je vetëm, duke bërë një xhiro makinë ose duke, nuk e di, mund të jesh buzdetit në shtëpi, mendon shpesh për të ardhmen, e vizualizon atë? Jo se ku mua mund të jem në të ardhmen, por më shumë vizionin idealin. Po, imagjinoj me një familje të madhe, dash Zoti, jo ndonjë, ku diu, një pasuri e madhe që thosh me uçmen, por thjesht mjaftueshëm për të jetuar mirë, që mos të kemi debate në shtëpi, jo po na harxohen lekët, pse harxove këtë, duhet të kishim kursyer, të kemi siguruar pak të shkollën e fëmijëve. Kjo do ishte perfekte. Dhe me një bashkëshor që më do më shumë se që dua unë. Dhe e specifikoj kështu, sepse unë jam një njeri që jap shumë dhe dua shumë. Po të desha, duhet pyesësh Zotin çfarë të mire kam bërë në jetë që më do kjo vajza. Se jap dashuri shumë të madhe. I do shumë fëmijë? Do të kesh shumë fëmijë? Unë mbaroj për fëmijë. I kam super qef, edhe kam një aura që mi mbështjell gjithmonë fëmijët rreth vetes, çuditërisht. Kjo sipas kodeve të universit, kur fëmijët ose kafshët e afrohen, do thotë që ka energji të mirë. Gjithë kafshët më afrohen rrugës, fëmijët i ndrisin syt sa më shikojnë, duan që ti mbaj hopa. Po, sepse fëmijët ndjejnë energji të mirë, edhe për shembull e ke vënë re, ti ke kafshë shtëpiake? Kam 300 dhe 2 mace. Okej. E ke vënë re për shkakun kur je xhiro me ta ose në shtëpi dhe papritur të vjen dikush me energji negative? Nuk i duan i lehin, është dhe nuk i afrohen. Ndërsa njerëzit të mirë i afrohen dhe janë shumë friendly. Është shumë funny sepse kam pasur një shoqe që sa herë që më vinte në shtëpi, qeni im më i dashuri nga gjithë gjërat e botës, më duhet ta them, është nga ata që nusha që na merr dashurinë me zor. Është shumë i dashur. Pikërisht këtij personit nuk i afroi kurrë i lehtë. Dhe thoya, po si ka mundësi se unë e kisha shumë afër vetes dhe habitesha për këtë gjë. Dhe vjen një moment që nuk bëhesha më me këtë vajzën dhe çdo gjë bëri sens. Aty e kuptove. Okej, se këto vajza që duan rrin me ty për të bërë si ty, për të marrë pak më shumë nga ty. Dhe unë se kuptoja, se jam pak naive në këtë pjesë, nga që ja kam zakonisht njerëz me të drejtë dhe i jap, nuk është se kam tendencën të marr, por më shumë të jap në shoqëri, edhe se kisha menduar kështu. Edhe e dija këtë gjë që qend faktikisht i lejnë personave që kanë energji të keqe. Shumë vërtet. Armela, të falenderoj shumë që ishe në program dhe zgjedhur të ishe kaq shumë. Kaloi koha. Kaluan gati 50 minuta, edhe që ishe kaq shumë e sinqertë edhe e mirë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Të ndanim dhe pak buzëqeshje dhe 2 pika lot. Të uroj shumë fat në jetë. Faleminderit shumë. Nëse s'të ka dalë gjumi me kapuçinon e parë, Uizi të pret për një kapuçinë të dytë pas programit. Dali Uizi pa vuzë. Mirë, të falenderoj shumë që ishe në program, falenderoj shumë Maria, Uizi, Anja, dhe ju që na dëgjuat, ritakimi në radhës do të jetë sërish të hënën, deri herë bofshit qep dhe dëgjoni gjithmonë kudo me vete Top Radio. Kalofshi një weekend të bukur. Yeah. Bye bye.